Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, se ja ku po ritakohemi sërish në kanalin ton Rrëfime Jete për të ndarë letrën e radhës. Sot do të ndalojmë tek një ngjarje që në fakt na ka tronditur të gjithëve, një histori që tronditi jo vetëm Shqipërinë, por të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë. Një ngjarje tepër e rëndë ka tronditur qytetin e Fierit, ku një konflikt me pasoja tragjike ka vënë në alarm autoritetet dhe ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik. Sipas informacioneve të deri më tanishme, 35 vjeçari Refit Buzi dyshohet se është autori një krimi të rëndë, ndërsa operacioni i policisë së shtetit për kapjen e tij ka vijuar për orë të tëra. Zhvillimi më i fundit është se pas negociatave me forcat speciale Renea, ai ka liruar ish të fejuarën, të cilën dyshohet se e mbante me forcë pasi ishte larguar nga vendi i ngjarjes. Ky konsiderohet një hap i rëndësishëm në përpjekje për zgjidhjen paqësore të situatës. Megjithatë, operacioni nuk ka përfunduar, pasi autoritetet vazhdojnë negociatat me qëllim që i dyshuari të dorëzohet pa krijuar rrezique të mëtejshme. Sipas të dhënave paraprake të publikuara nga autoritetet, ngjarja nisi në orët e para të mëngjesit. Dyshohet se Refit Buzi shkoi në banesën e ish vjerit të tij, ku për arsye që ende po hetohen, ndodhi një konflikt që përfundoi në mënyrën tragjike. Hetimet paraprake tregojnë se ai dyshohet se përdori një armë gjahu, duke i marrur jetën ish vjerës së tij, Kosta Plaka. Në të njëjtën ngjarje mbeti e plagosur edhe jetën e ish vjerit. Në ngjarje ka mbetur i plagosur dhe ish vjera e tij, Belere Plaka, e cila u transportua për të marrë ndihmën mjekësore. Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje të plota mbi gjendjen e saj shëndetësore, ndërsa mjekët vijojnë trajtimin. Pas ngjarjes, i dyshuari u largua me automjet duke marrë me vete ish të fejuarën. Për këtë arsye, autoritetet e trajtuan situatën si një rast me rrezik të lartë, pasi ekzistonte shqetësimi për sigurinë e saj. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, policia ngriti post blloqe dhe nisi kërkimet në zonën ku dyshohej se ishte larguar automjeti. Operacionit ju bashkuan edhe forcat speciale Renea, të cilat kanë përvojë në menaxhimin e situatave me rrezik të lartë dhe negociatat me persona të armatosur. Pas orësh negociatash, erdhi zhvillimi më pozitiv deri më tani, ku ish të fejuarën u lirua dhe ndodhet tashmë jashtë rrezikut menjëhershëm. Megjithatë, i dyshuari nuk është dorëzuar ende dhe negociatorët vazhdojnë komunikimin për t'u shmangur çdo përshkallëzimi të situatës. Zona ku ai ndodhet është e rrethuar nga forcat e policisë. Forcat e rendit kanë marrë masa të shtuara sigurie dhe kanë bërë thirrje banorëve që të shmangin lëvizjet në zonë, në mënyrë që operacioni të zhvillohet pa rrezikuar jetën e qytetarëve. Ndërkohë, grupi hetimor po punon për të zbardhur të gjitha rrethanat që çuan në këtë ngjarje. Hetuesit po mbledhin prova materiale, dëshmi dhe pamje nga kamerat e sigurisë për të rindërtuar kronologjinë e plotë të asaj që ndodhi. Një nga çështjet kryesore që po hetohet është motivi i konfliktit. Deri më tani nuk ka një version zyrtar mbi arsyet që e çuan këtë akt të rënd. Ndaj autoritetet kanë kërkuar që të shmangen spekulimet dhe të pritet përfundimi i hetimeve. Ngjarje të tilla rikthejnë në vëmendje rëndësinë e ndërhyrjes së shpejtë të strukturave të policisë. Por nga rasti i fundit, që domethënë arritëm ne të kuptojmë, kemi arritur të sigurojmë lajmin që domethënë i akuzuari në këtë rast është gjetur i vrarë në makinën e tij. Domethënë në fund ka vrarë edhe veten, pasi ka vrarë vjerin, ka plagosur ish vjerin ka vrarë,
më në fund ka vrarë edhe veten e tij. Arsyet në fakt që deri më tani janë përfolur nga ana e policisë janë arsye të shëmtuara, do me thënë në pyetje është paraja që e ka bërë të gjithin këtë problemin dhe që e ka bërë të gjithën këtë situatën të ngarkuar. Sinqerisht mua më vjen shumë keq që ne si shoqëri pothuajse çdo ditë jemi duke promovuar tmerre të mëdha, jemi duke promovuar ngjarje të tilla që në thelb po po sjellin një tmerr në shoqëri. Do me thënë, e gjitha kjo është një luftë për para që kanë patur të dy familjet, në këtë rast do me thënë ish dhëndri dhe ish vjeri, ku nga inati, nga mlefi, me sa duket, ai ka marrë dhe gruan e tij, e ka marrë peng në makinë dhe është munduar që ta kërcënon në një farë mënyre, por kur e ka kuptuar se s'ka ku shkon, do me thënë ai ka vrarë edhe veten. Prindërit e djalit në fjalë ndje ishin të traumatizuar në një intervistë për Top Channel-in i pash të tronditur është më se normale, sepse kjo është një krim që nuk ka fjalë, do me thënë të arish deri në këtë nivelin, që ta bësh krimin kaq të lartë, mua më duket shnjërzore, më duket jashtë normales. Mendoj që shoqëria jonë me të vërtet ka devijuar, pa marrë parasysh cilat mund të kenë qenë rrethanat sado që të rënda të kenë qenë ato rrethana, unë mendoj që njeriu që ka mund të negocioj, nuk duhet të vi puna deri në këtë nivelin që të vriste ish vjerin, më pas të plagoste ish vjerën dhe unë besoj që qëllimi i djalit në fjalë ka qenë që të vret edhe ish partnerin e tij dhe të vret edhe veten, që do me thënë ta afaron komplet si familje. Më vjen shumë keq që një djalë i ri të ketë këtë lloj ndjesie, këtë lloj emocioni kaq të traumatizuar, kaq të shpifur, që në të vërtetë është jo normale, por gjithsesi kjo është momenti i shëmtuar që ne duhet të nxjerrim lajme të tilla që tregojnë një rast makabër, ëh. Mua më vjen shumë keq, unë shpreh ngushëllime vajzës e cila tashmë ka mbetur gjallë dhe shqyr që është gjallë. Do me thënë kjo ka kaluar një tmerr të madh, ndoshta djali nuk e ka pranuar edhe ndarjen me vajzën, po gjithsesi do me thënë kjo që ne dëgjuam sot është jashtë normales. Edukohuni, bëhuni njerëz në fund të ditës se nuk ka gjë më të shëmtuar se sa të kalojmë çaste të këtilla, të kalojmë momente të këtilla që në të vërtetë na neverisin, na bëjnë që ne të ndjehemi sa më keq, na bëjnë që ne të ndjehemi sa më të lënduar. Unë uroj me zemër që kjo të mos të ndodhen më edhe pse ndodhen çdo ditë.